Arsimi profesional po kthehet si zgjedhje e parë për të rinjt për shkak të kërkesës së lartë të bizneseve për profesionistë. Shkolla profesionale Arben Broci ofron mundësi të shkëlqyera fal kurrikulave dhe kontratave të drejtë për drejta me bizneset. Të rinjt kanë shumë interes se punësimi është i sigurt. Edhe është një shkollë që jep mundësi edhe kanë edhe praktikën, kanë edhe teorinë. Tu pas edhe praktikën edhe teorinë, janë dalin edhe më të përgatitur si nxënës. Mandej hapin ata gjithmonë hapin serviset e veta. Të hapin serviset e veta kanë atë dëshirën më të madhe për me... Mësimi bazohet te puna praktike dhe laboratore, duke lejuar të rinjt të prekin nga afër profesionin. Shërbimi mjetes transportit është një nga më të kërkumet për aktualitetin, sepse nxjerr elektroaut generik e motorista. Fillimisht sistemi jonë është 4 vjeçar. Shkolla mesme, në vit parë nxënësit bajnë 3 orë, kuptohet se duhet të marrë bazën teorike herë. Në vit 2 14, në vit 3 15, në vit 4 në që përgatiten për maturën kanë vetëm 1 ditë ose 6 orë. Këto baza është kompletuar, kuptohet, me ata që i duhen një nxënësit e masallaj me u ba një generik motorist ose ka një pjesë, kuptohet, i vogël është që kërkon për me vazhdu matej, inxhinierin mekanike, po shumica janë që janë të fokusuar te profesioni. Një prej degëve më të kërkuara në shkollën Arben Broci nga të rinjt mbetet ajo e shërbimeve të mjeteve të transportit, marrja e një zanate si dhe integrimi me njërë në tregun e punës janë dhe arsyet kryesore pse të rinjt po i drejtohen çdo vit më tepër arsimit profesional.